Përshëndetje të gjithëve, unë jam Iliriana dhe në këto momente po dëgjoni episodin e 20 të podcastit Tjenje Thesar. Në episodin e sotëm kemi një të ftuar që është shumë bekim, jo vetëm për mua, por ai është bekim i madh për çdo person që e njeh atë. Enela Lamnica është rritur në Tropoj, në veri të Shqipërisë. Enela vjen nga një familje e thjeshtë dhe e dashur. Prindërit e saj jetojnë ende në qytetin e Bajramsurit, ndërsa ajo ka një motër dhe një vëlla me të cilët ka ndarë kujtimet më të bukura të fëmijërisë. Një fëmijëri e mbushur me lojra të thjeshta, larg ekraneve dhe teknologjisë. Fillimisht e rritur në besimin musliman, në moshën 14 vjeçare, Enela pranoi Jezusin. Në një ditë të zakonshme që u shndërrua në ditën më të rëndësishme të jetës së saj, e diplomuar për gazetari, një ëndër e hershme e realizuar, Enela sot është gazetare dhe moderatore në televizionin e krishterë TV7 Albania. Ajo është aktive në shërbesat e kishës Fjala e Gjallë në Tiranë, ku shërben me përkushtimin në shërbesën e ndihmës. Enela është mami e një djali 17 vjeç, bekimi më i madh i jetës së saj. Dëshira e Enelës është e qartë dhe e thellë, që çdo njeri të njohë Jezusin, atë që i dha shpëtimin, gëzimin dhe lumturinë e vërtetë të jetës së saj. Enela, është gëzim i madh që ti e pranove ftesën time që të jesh në podcastin Tjenje Thesar. Mirë se erdhe, Enela. Iliriana, të falenderoj për ftesën, të uroj shumë suksese. Ky podcast nuk besoj se ka ardhur rastësisht, është e dukshme që ti ke një pasion për gazetarinë dhe unë mund ta dalloj këtë gjë. Duke qenë se kam mbi 25 vite eksperiencë si gazetare, gëzohem kur shoh njerëz që punojnë me pasion në media ashtu si dhe ti. Është bekim të jem dhe unë pjesë e këtij podcasti dhe të komplimentoj për punën që je duke bërë. Shumë faleminderit, Enela, e vlerësoj inkurajimin tënd. Enela, si që dim, Krishtinja po afron, por a mund të më tregosh çfarë kuptimi ka për ty personalisht kjo festë madhështore që nuk është thjesht një shkëmbim dhuratash apo pushime, por si që dim, kjo festë ka një kuptim më të thellë dhe shumë të fuqishëm. Për mua Krishtlindja nisi 31 vite më parë. Isha vetëm 14 vjeç. Sa e re dhe sa e vogël isha, por sa i madh ishte ai moment, edhe sa shumë kalon gjurmë tek unë. Nuk mbaj mend as muajin, as datën, por vetëm vitin. Ishte viti 1994. Mbaj mend vetëm vendin ku isha ulur, në dhomën e prindërve të mi. Në atë kohë vëllai im 3 vite më i madh kishte dëgjuar për Jezusin, sepse një val misionar shprekur Shqipërinë pas rënies së komunizmit, ku nisi predikimi i Ungjillit masivisht në Shqipëri. Vëllai im që sot është pastor në Tiranë, erdhi dhe më tregoi për Jezusin. Dhe kujtoj duart e lidhura bashkë me vëllain atë dhomë. Me kokën ulur, rrofeva. Jezus e janë zemrën time. Bëu Zoti dhe shpëtimtari im. Atë ditë e kujtoj shpesh dhe nuk mund të harroj. Diçka ndodhi për të mos u kthyer kurrë pas. Shpesh në mënyrë simbolike, ulem dhe bëja të lutje veç për të kujtuar se sa vlerë kishte ai moment për mua, ai çast. Mesazhi se lindi shpëtimtari i botës ishte për mua festa që më shoqëroi. Për mua Krishtlindja nisi të festoj në atë ditë që unë i thash po Jezusit. Dhe simbolika e Krishtlindjes është e bukur e të gjithë e kujtojmë këtë festë si një datë kalendari. Por kur ngjyrat e festës nuk janë më dhe ritmi i jetës vazhdon, ne duhet i kujtojmë vetes se Jezusi erdhi për të na dhënë jetë, gëzim, paqe e shpresë në këtë botë me sfida, me stuhi në çdo ditë jetës sonë. Kujtoj një letër të printuar që ma dha dikush ku shkruhej: "Lumturi është të njohësh Jezusin." Dhe në fakt, kam arritur mbindjen dhe jam plotësisht e vetëdijshme se Jezusi në këto vite besim më solli atë që askush nuk mundi të ma jap. Më solli atë që askush nuk mund të na jap, as mua dhe as ty. Lumturinë. Enela, me që po flasim në lidhje me ardhjen e Jezusit në këtë botë, a mund të na shpjegosh çfarë thot Bibla, fjala e Zotit, në lidhje me ardhjen e shpëtimtarit? Ne dim që ardha e Jezusit në këtë botë është një ngjarje madhështore
Krishtlindja na kujton një të vërtetë të madhe: Perëndia nuk qëndroi larg nesh. Ai zgjodhi të vijë pranë e të hyjë në historinë tonë. Bibla thotë, sot ju ka lindur shpëtimtari, që është Krishti i Zotit. Ky është thelbi i Krishtlindjes, nuk është thjesht një fest, por një lajm i mirë për çdo zemër që kërkon dritë. Jezusi erdhi jo për të gjykuar njerëzit, por për t'i shpëtuar. As për të sjellë frikë, por paqe. Jo për të ndërtuar një fe, por një marrëdhënie me secilin prej nesh. Tek Gjoni në Bibël thuhet, unë kam ardhur që të kenë jetë dhe ta kenë me bollëk. Në mes të zhurmës, dhimbjeve, sfidave të ditëve tona, Krishtlindja na kujton se drita hyri në botën tonë dhe errësira nuk e mposhti dot. Uroj që çdo familje të përjetojë këtë dritë, ketë paqe, ketë shpresë që mund t'i sjellë vetëm Jezusi. Nela, ndërkohë që shumë njerëz në botë festojnë Krishtlindjen, është evidente që ka njerëz që ndjehen të vetmuar gjatë Krishtlindjeve. Cili është mesazhi yt për njerëzit që përballohen me një sfidë të tillë? Krishtlindja është vërtet një kohë gëzimi, jo të gjithë e festojnë njësoj. Disa zemra kalojnë këtë periudhë në heshtje, disa kanë mungesa, me kujtime, me lot që nuk duken, dhe kushdo që po na dëgjon në këtë intervistë, në këtë podcast, unë do t'i drejtohesha që nëse ti je një prej tyre, ti dua të të kujtoj këtë të vërtet, që ti nuk je vetëm. Është një e vërtet që unë e kam jetuar dhe përjetuar në jetën time. Kur Jezusi lindi, angjëlli tha, emri i tij do të jetë Emanuel, Perëndia me ne. Dhe Perëndia nuk është vetëm me ata që janë të lumtur, me më të fortët, është me ne, është me ty, është me çdo njeri, edhe me atë që po lufton të ngrihet nga shtrati, edhe me atë që i mungon dikush, edhe me atë që është në dhomë i vetëm. Zoti e di vetmin. Ai zgjodhi një vend të thjeshtë, larg madhështisë, që të tregonte se zemrat e thyera janë vendet ku ai zbret me më shumë butësi dhe dashuri. Dhe Jezusi erdhi në tokë për të parë dhe për të kuptuar nga afër gjendjen e gjithë secilit e për të na shpëtuar. Sa herë ndihem vetëm, unë them një gjë. I them Zotit, e di që ti je këtu dhe e di që ti je me mua. E qoftë kjo Krishtlindje një kujtesë ai është pranë teje, në dhimbjen tënde, në heshtjen tënde, në lotët që vetëm ai i sheh. E Krishtlindja nuk është vetëm për ata që kanë gjithçka, është sidomos për ata që kanë nevojë për shpresë, për ata që kanë nevojë për dashuri, dhe me bindje them, me bindje, shpresa ka një emër, Jezus, dhe dashuria ka vetëm një emër, Jezus. Dhe vetmia thyet kur ti e kupton se Jezusi të mjafton. Wow, sa e fuqishme. Që fjalë që the është e fuqishme. Vetmia thyhet kur ti e kupton që Jezusi të mjafton. Amen. Nela, a mund të ndarë disa kujtime të paharruara gjatë Krishtlindjeve, ndër vite, me familjen, me shoqërinë, me miqësinë, me kishën? Unë kujtoj çdo moment me familjen time, me kishën, me djalin tim, me njerëzit e mi të afërt, dhe Krishtlindja më ka mësuar shumë gjëra, se çfarë bën të paharrueshme. Nuk janë vetëm dhuratat, shkëlqimi i dritave, janë njerëzit që kemi pranë, të qeshurat rreth tryezës, urimet e ngrohta, zemra që afrohen më pranë se zakonisht, ata njerëz që duken të harruar dhe ti kujton me një mesazh, me një urim. Këtë Krishtlindje unë do të sugjeroja të mbajmë afër zemrës kujtimet e bukura, por të falendrojmë Perëndin edhe për çastet që na kanë formuar, për njerëzit që e kanë prekur jetën tonë, për hirin e tij që vazhdon të na udhëheq. Dhe ky është një sezon për të kujtuar mirësinë e Zotit. Është një sezon për të falur njerëzit, për t'u dhënë dashuri, për të ushqiruar nga barrat që na rëndojnë në jetën tonë të përditshme, për t'i hapur zemrën një paqe që nuk vjen nga rrethanat, vetëm nga prania e Jezusit. Zakonisht ftoj miq për Krishtlindje, që ulen rreth tryezës sime, miq që sjellin të qeshura pafund, miq që i kam pasur gjithmonë pranë edhe ata që ndoshta koha na ka larguar, sepse Krishtlindja na mëson se askush nuk duhet festojë vetëm. Kështu që unë festoj në familje, unë festoj me kishën time, unë festoj gjithë javën e Krishtlindjes përpara se të vi data 25, unë kam festa të ndryshme, komisie dhe shumë bekim. Nela, si është atmosfera e Krishtlindjeve në Shqipëri në këtë kohë?
a mund të na sjellësh një shkëndi se si po i presin shqiptarët Krishtlindjet këtë vit? Iliriana, në Shqipëri ndihet atmosfera e Krishtlindjes, sepse tashmë është bërë një traditë çdo vit, festohet, është të zbukuruar sheshi. Tashmë në fakt Krishtlindja prej vitesh festohet nga shumë familje, shërbesat e kishave atë ditë janë shumë të veçanta në 25 dhjetor ose që në datë 24, me adhurim, me mesazhin e Krishtlindjes, komisie së bashku, me miqtë të ftuar. Ka mënyra të ndryshme se si e presim Krishtlindjen në Shqipëri. Shumë familje, shumë individ dalin në shesh pas 12-ës, pra pas orës 12 të natës, që i bie data 25, për të pritur të fest. Shumë festa familjare në shtëpi, në për restorante, disa preferojnë të ikin në dëbor, në zona turistike, pra ka shumë mënyra festimi. Bibla, fjala e Zotit, është mbushur plot me vargje që flasin për ardhin e Jezusit. Enila do e vlerësoja shumë nëse do ndaje me ne disa vargje që shpjegojnë qartë ardhin e Jezusit dhe arsyen se pse ai erdhi në këtë botë. Shumë vite më përpara, Perëndia foli përmes gojës së profetëve se do të dërgonte në botë një shpëtimtar. Mesazhi manitës i Biblës është që krijuesi i universit u bë njeri, një njeri si ne, sepse na deshi dhe donte të na shpëtonte nga pasojat e tmerrshme të mëkatit ton. Prandaj Jezusi erdhi këtu në tokë për të na shpëtuar. Bibla thot kushdo që beson në të, nuk do të humbas, por do të ketë jetën e përjetshme. Mua më pëlqejnë shumë profecitë që janë thënë në Bibël për ardhjen e Jezusit, dhe të gjitha janë përmbushur. Unë do doja të lexoja një nga profecit, mënyra se si është shprehur nga profeti Isaia. Për këtë arsye vetë Zoti do t'ju jap një shenjë. E virgjëra do të bëhet shtatzën, do të lind një djalë, do ta quaj Emanuel. Se një fëmijë do të na lind, do të na jepet një djalë, e pushteti do të qëndrojë mbi shpatullat e tij. Ai do të quhet Këshilltari i Mrekullueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Ati i Përjetshëm, Princi i Paqes. Sundimin do ta ketë pa mas e begatia nuk do t'i mbaroj kurrë. Ai do të mbretërojë mbi fronin e Davidit dhe mbi mbretërinë e tij për ta themeluar dhe forcuar me gjykim dhe drejtësi, që tani e deri në përjetësi. Këtë do ta realizojë zelli i Zotit të ushtrive. Haleluja! Sa vargje të bukura, çfarë profecie përmbushur. Nela, ne po shkojmë drejt fundit të kësaj interviste. Unë e vlerësoj shumë zemrën tënde dhe jam e bindur që gjithçka që ndave me ne sot do bekoj shumë njerëz. Nela, zemra jote për njerëzit, çfarë do doje që njerëzit të dinë gjatë kësaj kohe krishtinjesh? Cili është mesazhi yt i zemrës për botën në këtë kohë? Mesazhi që kam është kërkoje Jezusin, sepse ai erdhi për gjithë njerëzimin, jo vetëm për një grup të caktuar, jo vetëm për një elitë, dhe nëse ka ardhur për të gjithë, për mua, për ty, për gjithë secilin, atëherë ti ke një shans, ke një mundësi, ke një derë të hapur për të kërkuar Jezusin. Ai është afër. Emri i tij, Emanuel, do thotë Zoti me ne, Zoti me ty, në gëzim apo në dhimbje, ai nuk është larg. E Krishtlindja na fton të ndalemi, të reflektojmë dhe të pyesim veten. A ka vend Jezusi në zemrën time këtë Krishtlindja? Dhe ti duhet t'i bësh një vend, sepse Bibla thot, ai është rruga, e vërteta dhe jeta. Në fund të fundit, ne nuk humbasim asgjë, sepse nuk kemi një alternativë të dytë në këtë jetë. Enela, ne po shkojmë drejt fundit të kësaj interviste, por përpara se ta mbyllim këtë episod, do doja të na jepje një mesazh, të na kujtosh se çfarë është e rëndësishme ta kujtojmë çdo ditë, jo vetëm gjatë kohës së Krishtlindjeve. Gëzuar Krishtlindjen të gjithë shqiptarëve. Festojmë lindjen e shpresës. Jezusi erdhi në botë jo me zhurmë, por me dashuri, jo me forcë, por me përulësi. Ai erdhi në fakt për të na kujtuar se Zoti është me ne, edhe në ditët e vështira, edhe në gëzimet tona. Gëzuar Krishtlindjen dhe bekime për gjithë shqiptarët, kudo janë dhe jetojnë.
gëzuar edhe ty bashkë me familjen Enela dhe shpresoj që kjo intervistë të inkurajoj shumë zemra. Enela, në këto momente, të doja të shpenzonim pak kohë në lidhje me kanalin tënë në YouTube. Si filloi qëllimi dhe çfarë poston aty? Unë kam dëgjuar disa pjesë të mesazheve të tua dhe jam inkurajuar jashtëmase. Faqja ime në YouTube nisi shumë thjesht, Iliriana, pa plane të mëdha, lindi nga një thirrje e brendshme për të ndarë pjesë nga Bibla. Ky është një hap personal, çdo video është një lutje e vogël, vargje nga Bibla, psalme që dikush të inkurajohet. Dhe nuk nisi për famë, që të kem dhe unë një faqe YouTube-i, nisi për qenë bekim për dikë. Vazhdon me të njëjtin qëllim, faqja quhet Meditime nga fjala e Zotit, akoma po merr formë si faqe, por çdo ditë pak e nga pak. Enela, ishte shumë bekim që ishe pjesë e podcastit Tjenje Thesar. Të falenderoj shumë për çdo fjalë të çmuar dhe të fuqishme që ndave me ne sot. Iliriana, unë dua të të falenderoj nga zemra që më bëre pjesë të këtij podcasti. Ishte një privilegj të ndaja nga zemra, të ndaja këtë bisedë dhe shpresoj që çdo fjalë të ketë sjellë inkurajim, shpresë dhe dritë për çdo që po na dëgjon. Faleminderit, bekim me ty dhe të gjithë shqiptarëve. Dëgjues të çmuar të podcastit Tjenje Thesar, të doja t'ju kujtoja sot në këtë kohë krishtinjesh se ti je i çmuar. Jezusi erdhi në këtë botë për të shpëtuar dhe për të të dhënë jetë. Tek Gjoni 14, vargu 6, Jezusi tha: Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati veçse nëpërmjet meje. Amen. Shqiptar të nderuar dhe të çmuar, ju uroj nga zemra gëzuar Krishtinjet dhe vitin e ri. Jezusi është esenca e Krishtlindjes. Bekime pa fund. Iliriana.